Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të Rinjt për të rinjt. Sot do të kemi një puntat të veçantë ku do të shikojmë botën e teknologjisë përmes syve të rinjve. Në fazën finale të Festivalit të Shkencës në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Korç, 5 shkolla kaluan në fazën kombëtare mes të cilave ekipi i Gjimnazit Muharrem Çollaku, ai i Gjimnazit Fuat Babani në Bilish dhe Kolegjit Preka në Korç. Sot do të shohim nga afër se si ide teorike zhderojnë në projekte inovative, duke sfiduar veten për të sjellë zgjidhje të zgjuara për teknologjinë dhe mjedisin. Por pa humbur kohë, le të ndjekim një material për këtë fazë të projektit. Faza finale e Festivalit Kombëtar të Shkencës për Drap Korç u zhvillua në qytetin e Korçës me pjesëmarrjen e 27 grupeve fituese nga qarqet Korç, Elbasan dhe Berat. Nxënësit prezantuan projektet e tyre shkencore, duke treguar kreativitet dhe aftësi kërkimore në fusha të ndryshme. Projekti jonë si fillimi ka pasur filleset e saj nga fillimi i Festivalit të Shkencës. Pra ne sapo morëm lajmin, direkt filluam mblodhëm grupin, përgatitëm, filluam të ndanim detyrat dhe po mendonim idenë tonë. Pastaj vëmë re që në qytetin tonë kemi mungesë të shërbimeve moderne, mungesë të infrastrukturës urbane inteligjente dhe ekologjike, duke u lëmtuar në internet dhe gjetëm zgjidhjen tonë Smart Solar Bench, pra ndërtuam prototipin tonë. Çfarë bën konkretisht projekti juaj, pra si vjet në funksion? Prototipi ynë është një stol inteligjent diellor, i cili jep shërbime moderne për të gjithë qytetarët, për të gjithë komunitetin, punon me energji diellore, zgjeron energjinë diellore në energji elektrike dhe jep shërbime smart si karikim telefoni me USB, karikim wireless, internet, ndryshim LED. Atëherë nëpërmjet sensorit të SP32 është një sensor i cili mat të gjitha parametrat e ajrit. Pra nëpërmjet stolit ton ne bëjmë të mundur matjen e disa parametrave siç janë temperatura në gradë Celsius për zonat të cilat stoli ndodhet, mat po ashtu presionin atmosferik, lagështinë, përqendrimin e gazrave VOC, dhe po ashtu lagështia është një parametër shumë i rëndësishëm për të matur sidomos në qytetin e Beratit, pasi Berati laget dhe nga lumi o sumit dhe niveli lagështisë gjastinës së verës rritet. Si e ndjerë gjatë gjithë këtij projekti, bashkëpunimi me grupin, bashkëpunimi me mësuesen, derisa arritet tek produkti final? Atëherë padyshim ka qenë një projekt i cili na ka mësuar shumë gjëra të reja dhe ka qenë një eksperiencë e paharrueshme për të gjithë ne, dhe besoj se stoli jon do të ndihmojë jo vetëm ne të cilët e kemi programuar, por të gjithë qytetarët. Ne jemi nga Shkolla e Bashkuar Koçoprisku Lapardha. Projekti jon titullohet Eco Smart School, i cili konsiston në ndërtimin e një modeli funksional të një shkolle inteligjente, inovative dhe të qëndrueshme. Projekti ynë përbëhet nga disa elemente inteligjente. Kemi ndërtuar një shkollë e cila ka sensor D11 që tregon temperaturën dhe lagështinë brenda ambientit të shkollës. Kemi një zile automatike e cila është programuar që të bjerë çdo 45 minuta sipas orëve të mësimit. Gjithashtu kemi edhe panele fotovoltaike për të gjeneruar energji diellore në energji elektrike. Ne përfaqësojmë Gjimnazin Skënderbeu Maliq, projekti ynë titullohet Bionova dhe ka për qëllim krijimin e bioplastikës për të zvendësuar plastikën tradicionale. Si u lindi ideja për këtë projekt? Po duke parë ndotjen e shumë të plastikës në komunitetin ku ne jetojmë dhe përgjatë lumit Devoll, menduam se një ndër zgjidhjet më të mira ishte krijimi i bioplastikës për të zvendësuar. Si e ndjerë gjatë gjithë punimit që keni bërë për këtë projekt, bashkëpunimi me grupin, me mësuesen? Po normalisht jemi ndjerë shumë të kënaqur, shumë të lumtur, pasi kemi bashkëpunuar edhe me grupin ton fantastik dhe do ta prezantojmë projektin më së miri. Atëherë ne përfaqësojmë shkollën Refat Bani, Syzes, nga Bashkia Dimal. Ne si tem projekt kemi zgjedhur ndërtimin e një roboti të thjeshtë, siç e shihni edhe këtu është ndërtuar me materiale të thjeshta, komplet dhe të riciklueshme. Dhe qëllimi i projektit tonë është më shumë për të mbajtur më shumë fëmijët të organizuar edhe të mbajmë më shumë shoqëri, por gjithashtu në fazat më të ardhshme, përveç kësaj ne kemi vendosur që t'i shtojmë më shumë gjëra dhe ta bëjmë atë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara. Ky projekt konsiston në ndërtimin e një sele inteligjente e cila do të shërbejë si laborator fizik eksperimental, ku do të studiojnë dukuri fizike si bilanci energjetik, efekti sel përmes matris dhe analizës së të dhënave. Kështu ai mund të përdori si në orët mësimore, ashtu edhe në fermë, pasi ndihmon në kontrollin automatik të lagështisë, temperaturës e tjerë. Si ndjeni që keni arritur deri në këtë fazë? Jemi të lumtur dhe vlerësojmë arritjen tonë, si dhe punën e palodhur të mësuesve tanë.
Si ka qenë pjesa e bashkëpunimit të grupit derisa arritët tek produkti final? Të gjithë kemi kontribuar me mundësitë tona, dikush është marrë me pjesën shkencore, dikush me pjesën eksperimentale, si dhe me ndërtimin e serës që është produkti përfundimtar dhe kështu së bashku ne kemi arritur të sjellim këtë serë inteligjente. Drejtoresha e Drap Korç, Vinjola Rota, vlerësoi nivelin e lartë të konkurimit dhe rëndësinë e këtij festivali në nxitjen e mendimit kritik dhe inovacionit tek të rinjt. Për të parin vit radhazi, po zhvillohet Festivali i Shkencës. Festivali i Shkencës ka filluar si fillim një konkurs i punimeve në shkencë brenda shkollës dhe më pas është zhvendosur në zyrën arsimore. Në zyrat arsimore kanë dalë nga 1 deri në 3 punime dhe sot ne jemi në pjesën finale të drapit, e cila ka të gjitha zyrat arsimore kanë sjellë punimet e tyre. Ne sot kemi 27 punime të drapit të Korçës dhe atë që unë dua të them është një falënderim i madh për të gjitha stafet e mësuesve, drejtuesit patjetër, por më i rëndësishmi sot ne kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë me prindrit. Pa ta, ishte sikur që nuk do bënim dot asnjë hap, sepse duke qenë viti i parë, ne kemi patur edhe ato sfidat tona. Në këtë moment ne themi që kemi arritur diçka shumë e vlerë, sepse i kemi treguar nxënësve që shkencën nuk e kemi vetëm brenda në klasë, por këtë shkencë ne e kemi ndërthurur fare mirë edhe me natyrën. Janë bërë punime të cilat sot do të vinë në shërbim edhe bashkive, edhe jashtë shkollës, sepse është parë një territor më i gjerë se sa shkolla, një institucion i cili sot ndihmon çdo që ka nevojë. Ne mendojmë që sot kemi punime shumë të vyera dhe ajo që për ne ka shumë rëndësi është që sot fitojmë i miri dhe nuk kemi erdhur, nxënësit nuk kanë erdhur që të kenë atë presionin e garës, por thjesht ata të shikojnë punimet e njëri tjetrit dhe të shikojnë që gjithmonë ne kemi mundësi të japim më të mirë nga vetja jonë. Nga 27 shkolla pjesëmarrëse, 5 u shpallën fituese në nivel rajonal, duke siguruar kalimin në fazën kombëtare të Festivalit të Shkencës. Ky sukses vjen fal përkushtimit të nxënësve, si dhe mbështetjes së mësuesve dhe prindërve. Pas të kemi ndjekur materialin, jemi në studion paralele me grupin e gjimnazit Fuad Babani të Bilishtit. Përshëndetje grupi. Përshëndetje. Fillimisht na e prezantoni pak grupin tuaj, emrat tuaj dhe projektin me të cilit ju konkuruat. Përshëndetje dhe faleminderit edhe një herë për ftesën e emisionin tuaj. Atëherë grupi që u mor me prezantimin dhe projekti përfaqësohet nga 3 nxënës, unë që jam Emi Mançka, Noel Shyti dhe Oresti Ysolli. Ne vim nga gjimnazi Fuad Babani në qytetin e Bilishtit dhe kemi realizuar projektin From Sensor to Smart Action, një projekt i cili demonstron një nga parimet bazë të robotikës moderne, e cila është transferimi nga informacioni tek veprimi robotëve. Ky është një projekt për të cilin ne jemi marrë disa javë intensive për ta realizuar, por në fakt, në fund, mendoj se rezultati ia vleti. Si lindi ideja për të fokusuar të mënyra se si robotët perceptojnë mjedisin? Atëherë, fillimisht ideja lindi sepse ne të tre të gjithë e njinim njëri tjetrin. Oresti për shembull është ai djali i cili që në fëmijëri pëlqente shumë të shikonte pajisje të ndryshme elektronike dhe të mendonte se si janë përbërë ato dhe të gjente edhe funksionin e tyre, apo jo Orest? Po, që në fëmijëri kam nisur të shikoj film avizatimor për këtë gjë. Plus, dhe familja ime më ka shtyr më shumë për të bërë nga këto robotikat. Dhe në qoftë se flasim për pjesën time, unë kam qenë një fëmijë shumë kurioz në pjesën e robotikës dhe që i vogël, daja im ka rregullonte gjëra nga më të ndryshme dhe unë isha i përqendruar gjithmonë të shija atë si rregullonte. Dhe me kalimin e kohës, kam marrë pjesë në kurse të ndryshme të cilat janë organizuar nga kisha aty dhe përshëndes mësuesin tim Zak, i cili me ta kam mësuar disa kodime të ndryshme dhe ishin kodimet e mia të para dhe i mbaj mend se si një robot fillon dhe nis programimin e tij. Dhe pas disa kohësh pushim rreth robotikës, më pas kur më erdhi ftesa për mendimin e krijimit të një roboti, thash pse jo, un kam marr pjesë në këto.
Noeli, duke qenë unë dhe Noeli që jemi pjesë e qeverisë së nxënësve, aty patëm mundësi që në fillim kur erdhi ideja se do të organizohej një festival i shkencës, aty patëm mundësi të shkëmbenim ide, mendimet, dhe kur po shkëmbenim idet, pam se të tre ne ishim të prirur drejt fushës së teknologjisë dhe aty tham pse jo të mos përfshihemi të tre për të realizuar një projekt i cili shpalos idet, kreativitetin dhe inovacionin tonë. Një prej kritereve kryesore të festivalit të shkencës ishte edhe që çdo projekt duhet të kishte një qëllim kryesor për sa i përkiste jetës dhe problemeve të përditshme. Cili ishte problemi ose qëllimi kryesor i projektit tuaj? Tani çdo veprim inteligjent fillon fillimisht me një moment shumë të thjeshtë, momentin kur ne fillojmë të perceptojmë botën që na rrethon. Sepse kjo është mënyra edhe se si funksionojnë robotët, pra të gjitha makinat. Dhe por si mundet një robot që të marrë informacionin nga bota reale dhe më pas këtij informacion përmes sensorëve dhe përmes një programimi ta zhndërojë atë në veprim inteligjent. Kjo ishte në fakt edhe pyetja që ne ngritëm për të realizuar këtë projekt, prandaj mund ta cilësojmë atë si gjenezën që i dha jetë projektit tonë. Si realizuat punën tuaj nga studimi teorik të ndërtimi robotëve me Lego Mindstorm? Po ne në fillim menduam për strukturën. Gjëja më e rëndësishme në një robot është struktura e tij, që ai të ketë mundësi të krijojë aktivitetet nga më të ndryshme, duhet të ketë dhe një strukturë të fortë. Për shembull, robotin Charlie e kemi ndërtuar me strukturë Lego Connect që quhet, dhe më pas robotin Guardian, që është roboti tjetër në të cilin përfshihet projekti jon, ai është me breadboard dhe pjesë të ndryshme si motori servo i cili bën lidhjen e sensorit ultrasonik me breadboard. Edhe gjithashtu më pas strukturimit të robotëve, menduam për pjesën se cilat motor do të përfshimin brenda robotëve dhe zgjodhëm motorët e ndryshme që kemi përfshirë, si për shembull në robotin Charlie motorët e lëvizjes, motorët distanca dhe sensori i ngjyrave, edhe të tjera. Dhe më pas zgjedhjes së motorëve bëm programimin e ndryshëm që duhet që secili motor ose secili sensor të kryejë veprimin e tyre dhe si mund ta kryejnë këtë veprim. Ku ndryshonin këta dy robot që ti Noel përmende në funksionin e tyre? Po për shembull, roboti Charlie ishte më shumë vizual dhe më shumë njerëzor. Po të shikonit, ai bënte më shumë veprime njerëzore që afroheshin me ato çfarë ne bëjmë në jetën e përditshme. Ndërsa roboti Guardian, që nga emri Guardian, vinte me sensorin e tij ultrasonik dhe shikonte një distancë. Dhe ishte si një një roje, i cili ruante zonën e tij përreth, që kur Charlie afrohej, fillonte dhe nxirrte sinjalin e kuq ose fillon nëse ti aktivizon si opsion mund të bëj dhe bip. Cili prej këtyre ka qenë më i vështirë për të ndërtuar për ju? Po secili ka pasur vështirësitë e veta, mendoj. Për shembull tek Charlie kemi pasur vështirësi pak strukturën dhe pak programimin. Por tek roboti Guardian ishte pak e vështirë në mënyra se si duhet të lidhshin komponentët, sepse është me breadboard. Ndërsa Charlie ka thjesht lidhje komponentësh, ndërsa ne Guardiani kemi lidhje komponentësh me breadboard dhe gjithashtu me motorët dhe kodim. A kishte ndonjë moment gjatë testimeve që robotët nuk reaguan ashtu siç pritej? Po, zakonisht kishte dhe një ndër kur ishim në fazën e dytë, ishte që roboti jon Charlie mund të kryejë një aktivitet që bie baterisë. Bateria do me thënë një instrument, edhe në atë moment nuk po shkonte gjithçka siç duhej, ai nuk po i binte pjatave, po dora e tij po shkonte për poshtë, por ishte diçka që u zgjidh edhe. Cila ishte vështirësia më e madhe gjatë programimit të algoritmeve në kohë reale? Po, vështirësia më e madhe ishte koordinimi i atë çka ne dëshironin të bëjmë me kohën dhe gjatësinë e kohës. Po. Si a dolët që ta realizonit këtë? Po, pas shumë provave, morëm kohën tonë, do me thënë, me prova të ndryshme, edhe gjithmonë gjemin ku është gabimi në këtë lloj kodimi dhe e përmirësomin. Dhe kjo na ka shtyrë që të njohim më shumë rreth robotikës dhe gjërave të ndryshme. Si keni ndarë rolet në grup dhe sa rëndësishme ishte kjo për suksesin tuaj? Ndarja e roleve në grup ishte një ndër elementet kyçe dhe më të rëndësishme të projektit tonë, që ndikoi edhe në suksesin e projektit tonë.
Ndarjen e roleve ne kemi bërë në bazë të prirjeve dhe aftësive që kishte secili dhe dëshirës për të bërë diçka në projektin ton. Për shembull, Oresti, duke qenë se kishte prirje më tepër me ndërtimin mekanik, është marrë më tepër me ndërtimin e robotëve. Noeli për aftësitë e tij në programim dhe kodim është marrë më tepër me logjikën funksionale të robotëve, ndërsa unë jam marrë më tepër me studime teorike të parimeve bazë të robotikës dhe prezantimin e projektit. Pra ju e keni plotësuar njëri tjetrin për ta realizuar projektin tuaj. Noeli tregoi pak në fakt që kishte ndjekur edhe kurse të tjera për të mësuar më tepër për robotikën. Jam shumë kurioz dhe të di nëse ju të dy keni ndjekur ndonjë kurs të tillë dhe çfarë keni mësuar prej tyre nëse po. Ose nëse kjo ishte hera e parë që ju merreshit me realizimin e një projekti të tillë, të ndërtuarit të një roboti. Jo, kjo nuk ishte era e parë, për arsye sepse unë bashkë me Noelin njësim edhe më përpara, por edhe me një djalë tjetër. Neve bashkë me atë kemi krijuar shumë gjëra të tjera, plus edhe në presoret plus edhe presoret na shtyn neve më shumë për të bërë, sepse kishim edhe projektin në ato. Plus të tjerat ishin se djetë që të marrësh dhe frytëzim nga prindrit dhe nga mësuesi që do të shtynë. Normalisht, dhe të thonë çfarë të bësh tjetër. Ndërsa për mua në fakt ishte një eksperiencë e re, kisha shumë dëshirë të ndiqja një kurs programimi, por nuk e kam ndjekur ndonjëherë, ndërsa kur erdhi, nga që më pëlqen shumë teknologjia dhe kur erdhi lajmi se do të organizohej një festival shkence, e kam pritur me shumë entuziazëm dhe menduam pse jo të bashkoheshim dhe të realizohemi këtë projekt. Si ka qenë për ty si eksperjenca e re? A ka qenë do pak e vështirë ose më e vështirë se ç'ti e prisje? Tani si gjithmonë do të ketë ato vështirësitë e veta, por që me punë ne ja kemi dalë, sepse ishte një gjë e re dhe nuk ishim mësuar. Të paktën për veten ishte një gjë shumë e re dhe nuk kisha, le të themi, atë idenë se çfarë do të ishte, si do të pritej, si do të gjykohej nga të tjerët, por gjithsesi besoj se ja dolëm. Çfarë keni mësuar të re gjatë këtij udhëtimi teknologjik? Po gjatë këtij udhëtimi teknologjik kemi mësuar gjëra nga më të ndryshme të reja, edhe një ndërto është që pavarësisht se gjërat mund të shkojnë ndonjëherë ndryshe nga ç'i planifikon, ti të besosh tek vetvetja jote dhe nëse ti beson, do ta kryesh atë çka ke për të kryer. Dhe më e rëndësishmja që mësuam është se konceptet teorike zbatohen vetëm kur vendosen në praktik. Tani kam një pyetje që dua ta dëgjoj përgjigjen nga të tre ju. Si mendoni se robotët ndikojnë në jetën e përditshme, por edhe në industri? Po ndikimet janë nga më të ndryshmet. Ka ndikime për mirë dhe për keq, si çdo gjë në përgjithësi. Po, normalisht. Po ndikimet, nëse robotët zhvillohen më shumë, do kenë ndikime nga më të ndryshmet. Ndoshta mund të kryejnë veprime të cilat njerëzve do t'i duhet shumë forcë ose shumë energji për t'i kryer, mund të kryejnë thjesht me robot dhe të sjellë një përmirësim të punës së tyre, por gjithashtu mund të sjellin edhe për tacërinë e njerëzit, mund të them, ose të sjellin që popullsia të ul intensitetin për të punuar. Nga cila anë jeni ju më tepër, që robotët janë diçka pozitive për shoqërinë apo diçka negative që siç e theti do ndikojë edhe në dembelizmin e njerëzve? Po unë mendoj që kjo varet nga qëllimet që një njeri ka. Nëse ti ke për qëllim ta përdorësh një robot për diçka të mirë, gjithmonë ai do jetë për mirë dhe nëse ti nuk e le veten tënde ty në atë fazën, po se do ta vendos robotin ta bëj në të ardhmen, po mendojmë gjithmonë. Nëse ti nuk e lejon veten deri aty, do ketë gjithmonë qëllime të mira, por nëse ne si njerëz lejojmë më shumë këtë anën që të shtojmë të ulim energjitë tona dhe të lejmë gjithçka pas dore, gjithmonë hobit ton do ulen edhe do ngelemi njerëz brenda vetvetes ton, nuk do zbulojmë çfarë mjedisi jon na organizon për ne ose ka organizuar për ne, çfarë ne mund të bëjmë. Do kisha dëshirë të dëgjoja dhe përgjigjen e të tjerëve për këtë pyetje. Atëherë kur morëm hapin për të realizuar këtë projekt, një nga pikat kyçe që kishte edhe projekti ishte zbatueshmëria praktike. Pra, ku do të gjej zbatim projekti? Dhe sigurisht duke pasur dhe parasysh zhvillimet e teknologjisë, sepse jetojmë në një botë ku një ndër sektorët e katërt që po zhvillohet është edhe teknologjia e informacionit.
një teknologji e cila po mbizotron tashmë në jetën tonë të përditshme. Prandaj robotët gjejnë zbatime në fusha të ndryshme të jetës, qoftë në mjekësi, për shembull në disa vende të zhvilluara, do të shohim se robotët në të ardhmen, siç thuhet, do të zvendësojnë edhe mjekët. Ndërsa por mund të përdoren edhe për të studiuar fusha të ndryshme, për të monitoruar një zonë të caktuar ose në zonat të cilat kanë rrezikshmëri. Gjë që është një aspekt pozitiv, pasi nuk do të rrezikonte edhe jetën e punëtorëve. Për mendimin tim, për këtë projekte kemi bërë ne thjesht për të monitoruar një gjë. Për shembull në industri mund të heqim punëtorët si roje dhe mund të vendosim robotin gardier dhe Charlie. Ata mund të monitorojmë të dy. Charlie mund të lëvizë diet, sepse ka dhe rrota nëse e keni parë, mund të lëvizë nëpër korridore, ndërsa roboti gardier mund ta vendosim thjesht në një mjedis, në një vend dhe ta lëm atje dhe mund ta shikojmë si kamera. Sa kohë ju desh për ta finalizuar robotin nga ideja e parë deri në testimin final? Po, na deshet disa javë pune, për arsye sepse gjithçka nuk nis direkt e gati. Dhe nisëm që javën e parë që na thanë neve dhe deri tani kemi thjesht punuar sepse na dushin lidhjet, programimi dhe më pas testimit se si ishin. Se kishim bërë dhe gabime, nuk ishin perfekt. Pra, metodologjia e punës që ne kemi ndjekur ishte fillimisht kjo, ishte fillimisht studimi teorik. Pra, u studiuan disa nga konceptet bazë të robotikës moderne, më pas vazhduam në ndërtimin e robotëve, të robotit Charlie, cili u ndërtua me setin Lego Mindstorm Robot Inventor, dhe roboti Guardian, i cili u ndërtua nga ne për të monitoruar një zonë të caktuar, dhe më pas faza finale ishte programimi dhe në fund testimi robotëve. Ku punonit zakonisht? Punonit në shkollë apo në një vend tjetër? Po, kemi punuar në shkollë, në kohët e lira tona, për shembull gjatë pushimit kemi diskutuar më shumë, ose gjatë orëve të fizkulturës, kur kemi pasur të tre bashkë fizkulturë. Po gjithashtu jemi takuar dhe pas shkollës, dhe kemi marrë ide nga njëri tjetri, sepse nuk mund t'i bëmi të gjitha gjatë procesit mësimor, dhe disa persona disa prej nesh i kanë marrë dhe në shtëpi dhe kemi punuar disa vetë dhe kemi treguar punën tjetrit se si kemi vepruar që gjithë secilit ishte me të njëjtin hap. Ky ka qenë një projekt i madh dhe goxha impenjativ në fakt. Kush ka qenë mbështetësi juaj më i madh gjatë këtij procesi? Sigurisht që mbështetësit kryesor ishin mësuesit e shkollës tonë, në veçanti mësueset tona koordinatore, dhe këtu doja të ndalesha pak. Mësuesja jonë koordinatore Zamrika Pajo, e cila ishte në fakt koordinatorja e përgjithshme e projektit në fazat e para, por më pas edhe mësuesja jonë mentore e grupit, Eliarta Bylyku, e cila na ka udhëhequr me përsosmëri në çdo hap, në çdo fazë që ne kemi zhvilluar, ka qenë aty si një udhëheqëse e vazhduar e realizimit të projektit tonë, për të cilin jemi shumë falenderuese. Çfarë ndjesie ju dha demonstrimi i aftësive të robotit para të tjerëve? Po ndjesit ishin nga më të ndryshmet. Kishte emocion, gëzim, ankth, dhe kur ishim në çastin e parë në fazën e dytë, edhe sidomos në fazën e tretë, ishin nga emocionet më të ndryshme, sepse ti nuk e di si persona do ta presin, ndonjëherë mund të gabojmë gjatë prezantimit, por në përgjithësi ishte kënaqësi të shikoje të tjerët që të vlerësonin ty dhe punën çka ti bën, dhe atë çfarë ti ke pasion. A kishit pritshmëri që ju do kaloni deri në këtë fazë, do kualifikoheshi deri në këtë fazë të këtij projekti? Si fillim, duke parë që robotika ishte diçka inovative, menduam që fazat e para mund t'i kalomin, kishim shpresë, pavarësisht se projektet e tjera ishin shumë të mira. Pastaj kur erdhëm pak në Korçë, u trembëm pak, po pastaj e morëm veten edhe menduam pse jo, ne do ta fitojmë. Ne kemi bërë një punë shumë të mirë, edhe kemi mundësinë. Në fakt konkurenca ka qenë shumë e fortë nga të gjitha grupet. Po, sigurisht. Çdo grup kishte bërë punë shumë të mirë edhe Cila ka qenë pjesa më e bukur për ju gjatë këtij projekti? Po pjesa më e bukur ishte, ka shumë pjesë të bukura ky projekt. Na bashkoi bashkë, gjëja më e parë, që na mblodhi si grup. Edhe pjesat më të bukura kanë qenë sidomos kalimi i fazave, por gjithashtu dhe prezantimi që kishte domethënë llojin e stresit më vete si do të dalim, po ishte edhe mënyra se si kur shikomin pas prezantimit, se sa mirë ne e kishim prezantuar, ose se sa njerëzit na kishin vlerësuar, kjo ishte një pjesë ndër më të bukura. Ndjeshit krenar për veten tuaj?
Po, ndiheshim krenar për veten tonë dhe për mësuesit dhe për pasionet tona. Doa ta dëgjoj këtë përgjigje në fakt dhe nga dy pjesëtarët e tjerë. Po, edhe për mua pjesa më e bukur ishte, në fakt ishte ajo ndjesia e ankthit, fillimisht si do të dalim, si do të pritet, si do të vlerësoj uria, por në fund duke parë edhe prezantimin që ne i bënim projektit, duke parë ato po shpalosnim të gjitha aftësitë, ide dhe prirjet tona, dhe duke parë edhe projektet e tjera, menduam se pse jo ne, pse të jemi dhe ne kaq me frikë, sepse në fund të fundit kishim bërë diçka të bukur, diçka që i duhet sot teknologjisë moderne, dhe kur pam se projekti jonë po vlerësoi dhe po merrte le të themi atë meritin që i takonte, ishte pa diskutim një ndër emocionet më të bukura. Për mua në fakt ka qenë më mirë kur u krijua ai roboti, sepse kur u ngjalla ai në fillim ishte ndjesi tjetër. Sepse punovi dhe e dimin që mund të shkomi më lart me atë. Plus më pas kur erdhëm këtu në Korçë ishte ndjesi tjetër, paniku kur erdhëm bëm prezantimin, po pastaj ishte gjë tjetër. A do të dëshironi të përmirësoni apo të ndryshoni diçka tjetër me projektin tuaj? Po, do të thoja se kemi mundësi për të përmirësuar shumë më shumë. Dhe një ndër gjërat që mund të përmirësojmë është shtimi i sensorëve. Duke shtuar sensorët ose motorët e ndryshëm, ne mund të krijojmë programime të reja dhe veprime të reja, që do ishte diçka shumë e bukur. Po, ta bëni projektin tuaj pak më kompleks. Më kompleks, më të zgjeruar, të kryejnë më shumë funksione të ndryshme dhe më të dobishme për jetën e përditshme. A është robotika ose në përgjithësi informatika, diçka të cilën ju do doni që ta vazhdoni edhe në të ardhmen tuaj? Qoftë si profesion apo vetëm si hobi? Për mua personalisht, mua më ka tërhequr shi i vogël këto gjërat elektronike, sidomos komponentët e ndryshëm, edhe mendoj që dega që unë do të zgjidh në të ardhmen kjo është. Mendoj që edhe për Orestin gjithashtu, se kemi folur. Të drejtë ka. Çfarë prisni nga sfidat e ardhshme në fushën e robotikës? Po, të zgjerohen, të futen më shumë në funksion robotët, por për të mirën e njerëzve, siç thash më përpara. Sa i rëndësishëm mendoni se është ky projekt për gjimnazin tuaj? Ky ishte një ndër projektet dhe ka shumë rëndësi për gjimnazin ton, pasi shpalos të gjitha idet, prirjet dhe kreativitetin që ne na karakterizon si nxënës të gjimnazit ton, por në fakt do thoja se Festivali i Shkencës nuk ishte thjesht diçka shumë e re për ne, pasi ne edhe vjet në gjimnazin ton organizuam panairin e shkencës, një panair ku ekspozoheshin të gjitha projektet që organizonin nxënësit ton, por ajo çfarë më bëri përshtypje ishte se këtë vit që kur u mor vesh lajmi se do të organizohej Festivali i Shkencës, pam se të gjithë nxënësit ishin shumë entuziastë dhe sollën të gjithë, le të themi ato, idetë e tyre, pra të gjithë nxënësit pavarësisht se disa mund t'i kishin projekte më madhore, disa më të vogla, përsëri u morën pjesë dhe përfaqësuan veten e tyre me nga një projekt. Gjithashtu projektet që erdhën fillimisht në rang shkolle ishin projekte të ndërthurura, pra lëndë ndërkurrikulare, siç mund të kishim shkrirjen e biologjisë me teknologjinë, shkrirjen e fizikës përsëri me teknologjinë dhe jo vetëm. Por ndërkohë që panairi i shkencës vjet ne na dha mundësinë thjesht të ekspozonin projektet tona dhe këto projekte mbetën vetëm në muret e shkollës, sigurisht që Festivali i Shkencës na hapi dyert që ne këto projekte ti shfaqim dhe ti prezantojmë edhe më gjerë në një rang kombëtar dhe pse jo të marrin edhe ato vlerësimin, gjë për të cilin jemi shumë mirënjohës edhe Ministrisë së Arsimit. Po. Edhe unë mendoj që kjo ishte Festivali i Shkencës është një mundësi shumë e mirë për çdo nxënës të shprehë atë çka ai ka aftësi ta bëjë përtej lëndëve mësimore, përtej mësimeve dhe gjërave të ndryshme. Në qoftë se Festivali i Shkencës do të bëjë një traditë e përvitshme, a do donit që të merrnit përsëri pjesë? Po pse jo? Unë mendoj që ne të rinjt kemi aq shumë gjëra të ndryshme për t'i nxjerrë nga vetvetja jonë dhe për të treguar botës sa mund të merremi me tematika të ndryshme vit për vit. Plus që gjimnazi është 3 vjet dhe të nxjerrësh 3 elementë të rëndësishëm që ti i di nga vetja jote, po them se nëse je 3 vjet, do bëhet 3 vjet Festivali i Shkencës dhe të nxjerrësh 3 elementë që ti i vlerëson nga vetja jote dhe e di që mund të besosh në to, është diçka shumë e mirë për ne. Çfarë këshille do t'i jepni nxënësve të tjerë që duan të marrin pjesë në projekte të tilla apo dhe të ndërtojnë robot vitin e ardhshëm?
Po një ndër këshillat më të rëndësishme që do t'i jepja unë ishte besoni dhe provoni. Provoni atë çka ju keni aftësi të bëni dhe ndonjëherë gjërat nuk do të shkojnë gjithmonë drejt. Por sfidat gjatë programeve, gjërave të ndryshme që ti bën, janë ato që të rrisin. Nëse ti nuk do kesh sfida në projektet e tua, siç patëm ne në robotët e ndryshëm në Charlie dhe Guardiani, nuk do të na rrisnin të kuptonin më shumë rreth robotikës dhe programimit. Prandaj gjithmonë nëse ju merrni pjesë në aktivitete të ndryshme, kërkoni në problemet që ju ndodhin, mos ja anashkaloni, por gërmoni në to dhe gjeni zgjidhjen. Të dëgjojmë këshilla të tjera dhe nga dy pjesëtarët e tjerë? Po, teknologjia është një fushë shumë e bukur, do thoya është një botë shumë dimensionale ku tregohen mjaft gjëra të bukura, siç mund të jenë kodimet, programimet, të cilat si dy shok të ngushtë udhëheqin në çdo drejtim. Prandaj do thoya se asnjëherë mos, në fakt do thoya një shprehje, kur mos thuaj kur, sepse dhe unë nuk e kisha menduar ndonjëherë që do merrja pjesë në krijimin e një roboti, por që më pëlqente si shkencë e dija, por që do merrja pjesë në një projekt kaq madhor, ende nuk e dija. Por përsëri, prandaj them kur mos thuaj kur dhe sigurisht një punë pa sfidë nuk ka, sigurisht që do kesh gjithmonë në jetë sfida me të cilat do të përballesh, por vendosmëria dhe vullneti janë ato që do t'imposhtin këto sfida dhe në fund do triumfojë më e mira. Të edhësh hapjen e parë është pjesa më e vështirë, pastaj e gjitha të vjen më natyrshëm, të duash të marrësh pjesë dhe në projekte të tjera. Po dhe madje unë tani që këtë vit mora pjesë, them pse jo, nëse organizohet edhe vitin tjetër do të marr përsëri pjesë. Po. Të themi për robotët tani është një gjë tjetër. Kur krijohet një robot, është thjesht një programim që mund t'i vendosësh. Programimi është i koduar dhe i lehtë për disa, ndërsa për disa është i vështirë. Në qoftë se mbetesh diku, edhe të mbetesh diku ja një orë, të merresh me atë, thjesht kërkon ndihmë. E kërkova ndihmë dhe të gënoj për ndihmë. Kemi ndetur 0,5 orë aty vetëm për sa ta gjetur, se nuk vepronte. Ishte një problem shumë i lehtë fare që mendonin, wow, po pse vetëm kaq pak edhe i prishi gjithë këtë punë? Ishte thjesht një gjë, kërkoni ndihmë me presoret, edhe ato ndoshta mund të dinë, po nuk i dihet asnjë. Po më shumë se presore e Liarta, ajo na ndihmoi sepse ajo di dhe gjuhën e programimit në Python, sepse njëri roboti Charlie ishte me bloqe dhe kishim disa programe me Python. Por në përgjithësi roboti Guardian, roboti tjetër, ishte me gjuhën e programimit Python, që kështu na ndihmoi dhe ajo. Ju falenderojmë shumë të treve, ishit shumë të mirë dhe ju urojmë shumë suksese në fazën tjetër të konkursit. Shumë faleminderit dhe ju. Miq, ne do të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio përsëri me një grup për të folur për Festivalin e Shkencës. Na ndiqni. Mishi, mirë rikthyer sërish në studio dhe në studion paralele do të kemi Kolegjin Preka në Korç. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të na prezantoni grupin tuaj dhe projektin fitues, monitorimi i cilësisë së ajrit? Atëherë grupi ymë përbëhet nga 5 antar, jam unë, Phineas Kadi, Franka Furxhi, Erika Golli, Iliana Larti dhe Hermes Gjemollari. Projekti ymë përbëhet nga 2 pjesë kryesore, roboti i lëvizjes ose makina, e cila mund të matë parametrat e ajrit në vende të ndryshme. Ajo matë përqindjet e gazeve ndotës edhe lagështinë e ajrit. Gjithashtu kemi një tjetër pjesë, një element që është filtruesi i ajrit. Ai kur ajri është i ndotur dhe përqindjet e gazeve ndotëse janë të larta, ai ndizet dhe filtron ajrin duke nxjerrë ajër të pastër. Gjithashtu kemi edhe 3 programe që janë të programuara, janë faqe web të cilat japin informacione në kohë reale mbi gazet ndotës dhe përqindjet e tyre. Projekti tuaj kishte një moto, sot për mjedisin, nesër për ne. Si lindi ideja për të punuar me këtë moto? Po duke qenë se projekti ynë ka qëllim që të identifikoj problemet e pastërtisë së ajrit dhe të bëj pastrimin e tij, menduam që ishte si e goditur si moto, për të thënë që sot pastrojmë mjedisin dhe nesër sigurojmë një të ardhme më të mirë për brezat në vijim. Cili ishte qëllimi i këtij sistemi të integruar monitorimi? Atëherë, qëllimi i sistemit ishte matja dhe aksesimi në kohë reale i të gjitha parametrave si dioksidit të karbonit dhe monoksidit të karbonit.
Dhe kjo bëheshe me anën të sensorëve. Siç e tha dhe Fineasi më përpara, makina e parë kapte nivelet e dioksidit karbonit nëse ishin të larta dhe ato i çonte direkt me anë të sensorëve direkt tek filtruesi i ajrit, i cili bënte të mundur filtrimin e ajrit duke larguar dioksidin e karbonit. Po pikërisht, si realizuat ju ndërtimin për realizimin e këtij mjeti për të bërë matjet? Ky mjet u realizuar nëpërmjet mikrokontrolluesve ESP32 dhe Arduino dhe sensorëve të ndryshëm që të bënin të mundur kapjen e sinjaleve kur nivelet e dioksidit të karbonit ose monoksidit të lagështisë të ishin më të larta, duke bërë më të thjeshtë që roboti t'i kuptonte, t'i merrte këto sinjale dhe t'i shfaqte duke bërë funksional. Cila ishte pjesa më e vështirë gjatë realizimit, ndërtimit të këtij projekti? Mendoj se pjesa më e vështirë e këtij projekti ishte programimi, pasi duke qenë se edhe platformat ishin relativisht të komplikuara, si dhe roboti duhet të përfshinte sinjale të shumta dhe të shfaqte të dhëna, mendoj se pjesa më e vështirë ishte programimi. A kishte momente gjatë testimit të filtrimit të ajrit ku rezultatet ju surprizuan? Po, pjesa që u surprizuam më shumë ishte pasi ne përgjatë matjes cilësisë së ajrit për dioksid të karbonit dhe monoksidit të karbonit, vendosim që të bënim dhe disa grafike dhe shikonim dhe këtë e bëm ne në mjedisin e shkollës dhe në momentin kur ne shikonim oraret, shikonim një ndryshim shumë të madh në oraret kur prindrit linin dhe merrnin fëmijët nga shkolla me anë të makinave ku niveli i dioksidit të karbonit dhe monoksidit të karbonit ishte shumë i lartë në krahasim me oraret e tjera. Si që përmendët, ju përdorët platforma të ndryshme si AirGPT, EcoAir dhe Air Guardian Albanian. Cila ishte sfida më e madhe gjatë zhvillimit të këtyre platformave? Mendoj se sfida më e madhe gjatë zhvillimit të këtyre platformave ishte përshtatja e tyre me përdorimin nga të gjithë njerëzit, pra t'i bënim të përshtatshme për funksion, si dhe aspekti i programimit, pasi ishin relativisht të vështira për të programuar. Si keni ndarë rolet mes anëtarëve të grupit dhe si u ndihmoi mësuesja juaj? Po, ne nuk është se bëjmë një ndarje specifike për secilin prej nesh, por u përpoqëm që të bashkëpunonim, edhe kryesisht ishin ndjemtë ata që u morën me pjesën e robotikës dhe teknologjike të realizimit të projektit, por gjithashtu përpoqëm që t'i ndërlidhnim këto edhe me njohuri kimike. Përsa i përket ndihmës që na dha mësuesja, ishte shumë e madhe, pasi që në fillim idetë tona ishin shumë të shpërndara dhe mësuesja jon arriti që të gjitha këto ide t'i lidhnim në një projekt të vetëm. Më flisni pak, a keni patur eksperiencat të mëparshme me programimin, me robotikën? Besoj se si grup kemi patur eksperienca më parë. Unë për vete kam qenë në disa kurse kodimi dhe më pëlqen domethënë të merrem me teknologjinë dhe gjithashtu si grup kemi qejf të merremi me këtë pjesë dhe të gjithë besoj se jemi të aftë që të merreni me këtë. Po anëtarët e tjera kanë patur eksperienca të tjera? Unë për vete kam qenë vetëm tek klubet ICT-së që janë organizuar nga Bashkia Korçë, me robotikën jam më shumë pak, por përsëri kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur sepse mësova shumë dhe të gjithë po ashtu mendoj se kanë të njëjtin mendim. Po. Dhe unë gjithashtu jam përfshirë në konkurse të ndryshme apo kurse të cilat lidhen me robotikën dhe teknologjinë. Edhe unë nuk kam qenë pjesë në ndonjë kursi, por kam marrë pjesë në konkursin ICT Clubs që në 9-vjeçare edhe në vitin e kaluar. Çfarë mjetesh ose teknologjisë përdorët për të analizuar të dhënat që ju mblodhet? Për të analizuar të dhënat e mbledhura, ne trajnuam një inteligjencë artificiale, e cila do të bënte të mundur që këto të dhëna të analizoheshin dhe të interpretoheshin në formë të kuptueshme nga përdoruesit. Si ja dolet ju që ta trajnonit këtë inteligjencë artificiale? Si ishte ky proces? Ne realizuam duke marrë informacione të shumta në lidhje me ndotjen mjedisore, duke përdorur grafikë dhe interpretime të bëra më parë nga burime të ndryshme. Për ta trajnuar inteligjencën artificiale ishte aftë ta bënte këtë, ta kryente këtë funksion. Çfarë mësuat nga ndryshimet midis ajrit të brendshëm dhe atij të jashtëm? Gjatë matjeve të ajrit të brendshëm dhe ajrit të jashtëm, ne kuptuam se ato kanë ndryshime në cilësinë e tyre. Si fillim ajri i brendshëm mund të ndotet shumë lehtë nga thjesht shumë persona që mund të qëndrojnë në një dhomë, por jo vetëm, mund të ketë edhe nga ventilimi i kufizuar.
Për sa i përket ajrit të jashtëm, nuk ka të bëjë shumë me personat që lëndon jashtë sepse është një ambient shumë i hapur, por ka të bëjë me trafikun e shkaktuar nga makinat, nga fabrikat dhe të tjera. Po ashtu, pamë se ajri i brendshëm është shumë më i lehtë i pastrueshëm, për shkak se me anë të pajisjes tonë mund të bëni filtrimin e ajrit, por në ambientet me jashtë është pak më e kufizuar dhe më e vështirë. Si mendoni se këto platforma që ju trajnuan, që ju krijuan, mund të ndihmojnë njerëzit në përditshmërinë e tyre? Atëherë, unë mendoj se njerëzit duke përdorur platformat tonë, por edhe makinën dhe filtruesin tonë të ajrit, mund t'i përdorin këto për të ndërgjegjësuar njëri tjetrin. Dhe kjo sepse ata mund t'i përdorin për të pastruar mjedisin ku ata ndodhen brenda në shtëpitë e tyre, po ashtu mund të ndërgjegjësohen duke parë matjet që ka bërë roboti në kohët e fundit dhe për të mos shkuar në ato zona të cilat kanë qenë shumë të ndotura, por po ashtu edhe për të ndihmuar më tepër mjedisin. Sa kohë zgjati gjithë procesi deri në fitoren e fazës 3 të festivalit të shkencës? Zgjati rreth 2 muaj, neve kemi punuar çdo ditë në shkollë, domethënë, duke u marrë me këtë projekt. Dhe ka qenë domethënë një eksperiencë shumë e lezetshme, sepse më pëlqen domethënë që nuk e di. Të mësosh gjëra të reja, po, të merresh më tepër me robotik. Cila ka qenë pjesa më e bukur për ju gjatë kësaj eksperience? Pjesa më e bukur ka qenë bashkëpunimi me njëri tjetrin, po ashtu kur ne mblidheshim të gjithë së bashku, jo vetëm në oraret e shkollës, por edhe jashtë saj, dhe po ashtu që kemi punuar së bashku për ta bërë këtë robot, sepse të gjithë kishim një detyrë dhe një mendim të përbashkët që të shkonim në fazën finale të këtij projekti. Po, dhe besoj pikërisht ky momenti kur ju morët vesh se do të shkoni në fazën finale ka qenë gjithashtu një nga momentet më të bukura të eksperiencës tuaj. Po, ishte një nga momentet më të bukura, mund ta pranojnë edhe gjithë fjestarët e tjerë të grupit, sepse në të vërtetë ne ishim shumë entuziastë dhe prisnim shumë që të kalonim. Pra ju i kishit pritshmëritë, ndjenit që ju do kalonit në fazën tjetër? Po, duke parë edhe grupet e tjera, mendoj se ishim shumë për të përgatitur dhe për të kaluar në fazën finale. Kush ju ka mbështetur më shumë gjatë këtij rrugëtimi? Po, mbështetja janë më e madhe ka qenë mësuesja jonë. Edhe gjithashtu edhe shkolla që na ka mundësuar që të punojmë në ambientet e shkollës, edhe gjithmonë na ka mbështetur kur diçka nuk funksiononte mirë rreth projektit. Gjithashtu dhe prindrit ka qenë një mbështetje shumë e madhe për ne, duke na motivuar dhe duke na dhënë këshilla për të vazhduar më tej. Çfarë ndjesie ju dha shpallja fitues në qarkun e Korçës? Po, u ndjem shumë të kënaqur që arritëm të fitonim. Dhe kjo pikërisht ky fakt na jep më shumë frymëzim që të vazhdojmë dhe të shtojmë parametra të reja në projektin jonë. Krenar për veten, besoj, jeni ndjerë të gjithë. Çfarë do të dëshironi të përmirësonit apo të ndryshonit në sistemin tuaj të filtrimit? Lidhje me sistemin tonë të filtrimit, mendoj se gjëja më e rëndësishme për të ndryshuar është ta bëjmë të përshtatshëm për të gjithë njerëzit. Pra, jo të ngjelet thjesht një projekt shkollor, por të bëhet diçka që do të vendoset në shtëpitë e të gjithë njerëzve për të ndihmuar në ndotjen mjedisore. Çfarë prisni ju nga faza tjetër e festivalit, duke qenë se tashmë jeni kualifikuar në të? Presim që të ketë konkurrencë shumë të fortë, sepse e dim që edhe grupet e tjera kanë punuar shumë, por ama jemi me shumë pritshmëri dhe mendojmë se jemi të aftë që të japim një sfidë shumë të madhe edhe për të tjerët dhe që mund të jemi të aftë edhe për të fituar. Sa i rëndësishëm është ky sukses për Kolegjin Breka? Ky sukses ishte një arritje e madhe sepse projekti është një inovacion, diçka që mund të bëjë ndryshimin në të ardhmen, një projekt me potencial për të ngritur mbas edhe një biznes, për të rritur mundësinë e njerëzve për të aksesuar të dhenat e ndotjes ajrit për ta. Pra për të ndihmuar njerëzit duke ju dhënë atyre informacione në kohë reale për atë që ndikon shëndetin e tyre. Dhe kjo është një arritje e madhe për projektin për shkollën tonë. Në qoftë se festivali i shkencës bëhet një traditë e përvitshme, a do doni që ju përsëri të merrni pjesë me ndonjë ide të re, ndoshta edhe një projekt më të madh se ky që realizuat këtë vit? Mendoj se do të ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe mendoj se të gjithë pjesëtarët e grupit do donin që të merrnin pjesë, nëse do ishim të gjithë përsëri së bashku. Dhe mendoj se patjetër, do donim që të ishim përsëri pjesë.
Si ju ka ndihmuar bashkëpunimi në grupin tuaj? A keni patur atë frymën e harmonisë mes grupit që të punonit bashkë dhe ta realizonit ashtu siç duhej atë projekt që ju bët? Po, vetëm se disa raste mund të ketë pasur disa përplasje mendimesh mes njëri tjetrit, por që ama kemi komunikuar dhe jemi përpjekur që të gjitha t'i bëjmë së bashku me një mendim të përbashkët. Çfarë këshille do të doni t'i jepni nxënësve të tjerë që duan të merren me projekte të tilla? Po, hapi i parë për të krijuar një projekt të tillë në lidhje me ndihmën e pastrimit të mjedisit, duhet identifikuar një problem që i ndikon drejt për drejt jetën e tyre, diçka që vërtet duhet të rregullohet për ta, dhe nëpërmjet kësaj duhet ngritur një pyetje, duhet të bëhet qëllimi i projektit. Pra nëse unë identifikoj një problem në komunitetin tim apo në lagjen time, do përpiqem të gjej një zgjidhje. Qëllimi i projektit është kryesorja. Nëse e kemi ngritur qëllimin, të tjerat vijnë pak nga pak. A është robotika diçka me të cilën ju do të doni që të vazhdoni të merreni edhe në të ardhmen tuaj, qoftë si hobi apo si një profesion ndoshta në të ardhmen? Po, mendoj se po, është një diçka e rëndësishme, një faktor i rëndësishëm dhe mund të kthehet në të ardhmen dhe një profesion apo në një karrierë të ardhmes. Po pjesëtarët e tjera mendojnë se është diçka që do t'i ndjekë edhe më vonë jetën e tyre? Po, teknologjia dhe robotika janë e ardhmja e shoqërisë tani, çdo gjë po bëhet rreth tyre, çdo ndërtim i ri, çdo inovacion ka lidhje me robotikën, kështu që patjetër do të ishte një karrierë e mirë. Mendoj se po, sepse siç e thash edhe pak më parë, ne të gjithë kemi marrë pjesë në kurse dhe konkurse më parë. Po. Dhe është diçka që na pëlqen të gjithë si grup. Shumë falim, po, edhe dëgjojmë dhe Erikun. Them se nuk është se ka shumë lidhje dega që t'i zgjedh, sepse me evolimin e shkencës siç po thotë Fineasi, robotika do jetë pjesë e të gjithëve nesh, çfarëdo lloj që ne, çfarëdo profesionisht ne të ndjekim. Duam ne me robotikën do jemi të lidhur dhe me teknologjinë gjithmonë. Ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë shumë suksese në fazën tjetër. Ju presim me fitore. Miq, kjo ishte gjithçka për këtë episod të emisionit Të Rinjt për të rinjt. Ishte mbreslënëse të shihje se si nxënësit e gjimnazeve Fuad Babani dhe të gjimnazit të Kolegjit Preka po sfidojnë botën e robotikës dhe po sfidojnë teknologjinë për ta mbrojtur mjedisin ton. Ky emision na tregoi se si pasioni për shkencën mund të kthehet në zgjidhje konkrete që ndihmojnë komunitetin. Urime të gjithë pjesëmarrësve për punën e jashtëzakonshme dhe shumë suksese në fazat e ardhshme. Faleminderit që qëndruat me ne dhe deri në episodin e radhës, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.